kur kam shku në spital, kur më kanë shumë në spital, dhe thotë kërkush nuk e di, akon një moment i shukum, sepse a shumë njerëz ishin pritje, me polici, me krejt kanë qenë, do të thotë, kanë qenë të mrujt mua, dhe në ato momente, nuk e di, që shtë ja thamë, ka shumë sajnë që kam shumë pikpytje, ende sot. A ki prit që ki mund këthy në reality show, sepse do shta njerës që kanë ardha, aty kanë ardha dhe Unë e kam kuptu në përmjet televizioni që nuk jam më pjesë e Big Brother VIP Kosova ne. Gjatë kohës që ke qenë në spital? Gjatë kohës që kam qenë në spital, unë e kam kuptu që nuk do t'jam, në përmjet televizionit e kam dini, do të ka dhoni, e kam tërgu një historie, edhe që aty e kam kuptu që nuk jam më pjesë. Do të thot ende se kuptojnë në situatën të cilën ke qenë? Jo, ende nuk e kuptoj edhe me të kalëzu drejt, as nuk përdu me e kuptu. Se dyqysh, i ramsuna me këtë sajnë, është gjithka të i kalushme, kështu që unë jam shëndosh e mirë. Unë të rejë që ti me pas së pari shëndet të plot edhe me qenë. Faleminderit shumë. Ka që mirë sa që je sot, sepse po ndjet ajo energjia dhe disponimi jë. Faleminderit shumë për i ti. Edhe le të flasim tashmë pak edhe për muzikën. Ta këthejmë pak kongën Boom Baby Boom. Se po duhet dhe nga kjo studio në me pas momentin. Boom baby boom baby boom baby boom, zdu me flejnë gjum baby, po du me babum, lule dhe takime, dota me shpenzime, bol baby bol me mashtrime, puthje për qafime, krejt zabotime, une po du bombardime, boom baby boom baby boom baby boom, zdu me flejnë gjum baby, po du me babum. Ky ishte një het i cili kishte kapluar gjitha rrjetet sociale, a u që dite kur dole dhe kuptove, apo thjesht kanë qenë momentet cilat ti ki parashiku? Qyre, sot po vrejmë që në Big Brother, po hi njerës, po jopin informacione nga jashtë. Por në edicione, por nuk ka qenë kështu. Unë nuk e kom di që konga jeme ka dhez. 2 dit pa hi në Big Brother, unë e lipsha email adresin me shklyat video. Me e kongën. Diqesh nuk më ka do konga profesionale, nuk më ka pëlqy videoklipi, shumë sajnë janë që së më kanë pëlqy në atë kongë, edhe e kam lyp pas vortin unë me e gjetë qësh me e shklyu atë kongë me e zhduk. Edhe do më thonë, ajo konga ma ndëgju me jem, ja. Ashtë, do të të një fenomen që... Nësë janë do të për një arsye. Po, edhe këtu kam shumë pyetje do të që ende nuk, se di që shpat dhez në të kalëzu drejt. E di në një ko, pa të thonë që ki taku një njeri cili ka parashiku fatin tëndë. Është e vërtet? Do të thotë, besëm, jam konë të hypë me një tren,